Ervin, përshëndetje, mirë se erdhe në News Unrestricted. Se mirë, përshëndetje, shumë mesi. Falenderoj. Atëherë jemi vetëm pak orë, mund të themi tashmë, nga botrori 2026 që mbahet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ndodhemi ne, në Kanada dhe në Meksik. Çfarë pritet nga ky botror? Çfarë e bën atë më të veçantë se botrorët e tjerë? Natyrisht, botrori ndërsi është ngjarja më e rëndësishme futbollistike në nivel global, patjetër që është dhe një festë e madhe sportive, duke marrë në konsiderat faktin që ka një shikueshmëri të jashtëzakonshme. Ndryshe nga botrorët e tjera, elementi që tashmë dihet është publik është niveli i përfaqësimit. Pra kemi një nivel përfaqësimi më të madh në raport me botrorët e tjerë. Nuk kemi në traditën e 32 skuadrave pjesëmarrëse, jemi në traditën e re që sapo ka nisur të formsohet tashmë të 48 ekipeve pjesëmarrëse në Kupën e Botës, kështu që në nivel gare kjo është risia më e madhe. Pa diskutim edhe përfaqësimi i organizatorëve, pra nga një vend ose dy që ka qenë maksimumi tradit, tani jemi në 3 vende organizatore dhe kjo është një risi tjetër. Nëse mund ta konsideroj jo risi, po një aspekt që ka krijuar një lloj, po themi, zhgënjimi paraprak në nisjet botrorit, duke marrë spunto edhe nga fanera që ju keni veshur për të bashkëbisedim mes Italisë, nuk është risi, sepse për fatin e keq të Italisë dhe të italianëve është hera e tretë radhës që nuk marrin pjesë, por do ta konsideroj një aspekt që natyrisht do ta kishte bërë edhe më interesant Kupën e Botës, prezenca e një kombëtare e cila për më tepër në Pasadena në 94-ën ka lënë shenjën e vet, edhe pse në nivel zhgënjimi me Robbie Baggio, meqense jemi eksaktësisht tek fanela me numër 10 që mban edhe ju se mirë. E drejt. Si janë parashikimet tuaja për këtë botror? Kush janë skuadrat favorite? Sa herë që ka prognoza, pa diskutim që fokusi është tek evidentimi i skuadrave favorite në bazë të asaj që letër. Ne nuk e dim se si do të jetë impakti i këtyre skuadrave të rëndësishme dhe që kanë pretendime gjithmonë në Kupën e Botës në fushën e lojës, se janë një sër faktorë që ndikojnë shumë forma e lojtarëve, mënyra se si vinë nga fundi i sezoneve dhe kuptojmë që sezonet në Europë në veçantë për garat europiane shumë sfiditse, me lojtarë të cilët kanë një impenjim shumë të madh në kampionatet më të rëndësishme europiane, por edhe në ligat e rëndësishme europiane, sikurse është Champions, Europa League apo Conference League. Është e rëndësishme të kuptohet se cili do jetë impakti i tyre me temperaturat në Meksik, në SBA, në Kanada, dhe ky është një element shumë i rëndësishëm. Është i rëndësishëm të kuptohet edhe fakti se si këto skuadra do t'i luajnë ndeshjet e tyre para me formacione të plota apo me dëmtime, sepse mund të ketë edhe dëmtime të rëndësishme lojtarësh. Është i rëndësishëm edhe shorti. Ndaj, kur ne do të bëjmë një analizë sa i takon skuadrave të cilat vinë si pretendente dhe të cilat mund të shkojnë deri në fund, me siguri do të flasim vetëm në letër. E në letër unë do t'i ndaja ekipet pretendente në 2 grupe. Grupi i parë në gjykimin tim, duke marrë në konsiderat të gjithë performancën e lojtarëve dhe organikën e tyre, është grupi që përfshin Francën, fituese në botrorin e 2018 dhe pastaj finaliste në botrorin e fundit, Spanjën, kampione e Europës në fuqi, Anglinë, një skuadër e cila prej vitesh ka një brez shumë të mirë futbollistësh dhe që duket sigurisht në pjekurinë e tyre maksimale dhe gati për të bërë hapin që mezi e presin britanikët, dhe Portugalinë, që për mua ka një brez të artë futbollistësh dhe mund të jetë pse jo skuadra që mund të shkojë deri në fund të kompeticionit. Kjo është katërshja e parë në gjykimin tim. Në letër gjithmonë duke analizuar organikën e futbollistëve. Ndërkohë që katërshja e dytë vjen me skuadrat e traditës. Është Brazili, që me Carlo Ancelotti sikur ka gjetur një lloj qetësie, pavarësisht se menaxheri italian nga më të rëndësishmët, më të njohurit dekadat e fundit në stolet e klubeve, e ka eksperiencën e parë në krye të një kombëtare dhe nuk do ta ketë lehtë, për më tepër me një Brazil që nuk është në ditët e veta më të arta të prodhimit dhe të konfirmimit të lojtarëve, nuk është Brazili i dikushëm që kishte futbollist pafund dhe ta bënte jetën e vështirë kur duhet zgjedhje se cili lojtar do të mbullohej botror dhe për më tepër pastaj cili do të luante titullar.
Është gjithashtu Argentina, kampion e botës në fuqi, është një skuadër e cila nuk ndryshon shumë në organik në raport me suksesin e fundit në Katar, është një skuadër pak më e vjetër në raport me Katarin, ka një futje të elementit të ri, për shembull Nico Paz është një lojtar shumë interesant që mund të jap një dinamik të re skuadrës në fazën ofensive. Lautaro ka fituar më shumë përgjegjësi, është normale të jetë kështu, është më i pjekur, është më lider tek Interi gol-shënues. Julian Alvarez është një futbollist që mund të shërbejë shumë Scalonit në turneun e ri që nis pas pak orësh, sikurse e thatë ju. Megjithatë, e shoh tek Scaloni i dytë i skuadrave pretendente Argentinën e Leo Messi. Ndërkohë, po në këtë grup, pra në grupin e 4 skuadrave të dyta, siç e konsideroj ju, do të fusja Gjermaninë, që mbetet një skuadër e turneve, një skuadër që pavarësisht se nuk është në ditët e veta më të mira në presin e lojtarëve, është një skuadër e cila kur vjen puna tek turneu provon ta luajë deri në fund edhe për shkak të karizmës dhe po themi edhe për shkak të faktit që gjermanët të përgjithësi janë shumë të lidhur me fanelën dhe japin maksimumin në turne kaq të mëdhenj. Po ashtu në këtë grup do të fusja dhe Holanda. Pra, 4 skuadrat e para i konsiderova Francën, Spanjën, Anglinë dhe Portugalinë, dhe 4 skuadrat e dyta po fus Gjermaninë, Brazilin, Argentinën dhe Holandën. Këto janë 8 ekipet që në gjykimin tim kanë shanset më të mëdha për të shkuar deri në fund të këtij turneu të rëndësishëm. Por nëse do të veçonit një ekip të vetëm, cili mund të ishte ai? Në kualitet Franca, ndërsa miksi midis grupit dhe cilësisë, pra një grupi kompakt, një skuadre me identitet dhe një ekipi cilësor, do të thoja Spanja. A ka ndonjë skuadër që mund të surprizoj kush do të jetë ajo nëndetësja e këtij kampionati botror, siç kemi patur më parë Marokun në kampionatin e fundit, Kroacinë në kampionatin paraardhës, edhe shumë skuadra të tjera në historinë e botrorëve? Ka gjithmonë një outsider, ka gjithmonë një hirushe, ka gjithmonë një skuadër që është gati për të befasuar edhe për të tërhequr pas vetes, po themi ata cilët nuk e ndjejnë veten të përfaqësuar në nivel kombëtar, është fjala vjen italianët që nuk janë aty apo edhe ndonjë tjetër, që sigurisht është normale të jetë kështu. Unë mendoj që këtë vit përtej 8 që përmenda pak më herët, pra nuk i konsideroj surprizën 8 skuadrat që përmenda më herët, sepse janë skuadra me shumë potencial dhe skuadra të traditës. Unë shoh skuadra interesante në këtë edicion, në Meksik, SBA dhe Kanada, sa i mirë shoh Norvegjinë, shoh Marokun sërish dhe shoh Turqinë. Nëse i bëj një analizë shumë të shpejtë, ndër këto skuadra për mendimin tim spikat Norvegjia. E kam ndjekur në fazat kualifikuese, edhe për shkak të interesit që kisha direkt, jam një tifoz italian, më pëlqen shumë të ndjek në përgjithësi sportistët italianë në mënyrë të veçantë futbollin italian, kështu që pata mundësinë që ta ndiqja Italinë edhe në kualifikuese përballë Norvegjisë, hasi shumë vështirësi. Ishte një skuadër Norvegjia që janë nxiu jetën italisë në fakt, duke kthyer në vëmendje edhe atë që kishte bërë në 94 pikërisht në SBA, në botrorin e SBA-s. Norvegjia ka një pres shumë interesant lojtarësh. Nuk është vetëm Erling Haaland i Manchester City, vetëm Sorloth i Atletico Madrid, por janë një grup lojtarësh shumë të mirë, të cilët luajnë në skuadra të rëndësishme të Evropës, dhe për më tepër ajo që spikat tek Norvegjia, dhe këtë dua të theksoj, është përgatitja fizike. Në nivel fizik dhe nivel atletik janë një kombëtare shumë impenjative, jashtëzakonisht impenjative, dhe janë shumë të disiplinuar taktikisht, kështu që unë shoh një skuadër si Norvegjia e cila besoj do të jetë një skuadër e cila mund t'i bëjë të vuaj ekipet e mëdha dhe ekipet e traditës. Interesant është dhe Maroku ka ruajtur të njëjtin grup, sikurse në botrorin e fundit ku shkuan goxha larg, dhe janë një kombëtare e cila për shkak se shumica e lojtarëve luajnë në skuadra të rëndësishme të Europës,
nuk e ka frikë, po themi, staturën e qenit një skuadër e dorës dytë, sepse lojtarët që ka janë lojtarë me kualitet dhe janë mësuar luajnë në nivele të larta në kompeticionet europiane. Edhe në takimin e fundit miqësor që pati Maroku me Norvegjinë pak orë më parë, ishte një ndeshje vërtet shumë e fortë, e cila u mbyll me rezultatin e barabartë 1-1 dhe unë pata nuk u shkënjeva nga pritshmëria për që një ndeshje e fortë. Ajo ishte vërtet një ndeshje e fortë miqësorja e fundit mes Marokut dhe Norvegjisë, dhe unë pres që t'jenë dy skuadra të cilat mund t'i krijojnë probleme serioze ekipeve të elitës. Edhe Turqia, Vincenzo Montelos ka një grup interesant lojtarësh, me Arda Güler dhe ju vetëm, me Kenan Yildiz, kështu që e shoh gjithashtu edhe Turqinë si një kombëtare me potencial. Por, nëse do të veçoja vetëm një, sikurse këmbgullet ju edhe për favoritin e madh, unë do të këmbgulje tek Norvegjia. Atëherë folim për kombëtarët, po për individët, kush mendoni se do ta fitojë topin e artë të botrorit dhe këpucën e artë të botrorit? Kë shihni si atë individ që mbase edhe mos i fitojë këto trofe, mini trofe personal, por do të fitojë zemrat e ndjekësve të këtij botrori? Është shumë e lidhur kjo gjë me ecurinë e skuadrës së mirë. Është vështirë të bësh parashikime të kësaj natyre, sepse varet se si do të ecë skuadra. Fjala vjen, unë shoh Arda Güler një lojtar shumë interesant tek Turqia për të ndjekur, i gjithë për të ndjekur. Por është Turqia jo statura e skuadrave të mëdha që mund ta ndihmojë këtë futbollist. Por është një lojtar që për mendimin tim mund të bëjë një botror shumë të mirë. Shoh Nico Paz tek Argentina që në rast se do të ketë hapësira, ka potencialin gjithashtu për të shkëlqyer. Tek Franca, tim, edhe unë them që jo vetëm botror, po është lojtari i momentit dhe unë e përqej jashtëzakonisht shumë, është Michael Olise, lojtar klas, futbollist me cilësi individuale të jashtëzakonshme, lojtar i cili është shumë i vështirë për të markuar në duelet 1-1. Unë kam pasur kënaqësinë ta komentoj në Champions në disa raste, në duelet e mëdha të këtij edicioni, Michael Olise, dhe vërtet ka bërë shumë përshtypje. Aftësia e tij për të tripluar, aftësia e tij për të lënë pas kundërshtarët duelet 1-1, aftësia e tij për të kaluar nga djatha drejt qendrës me një lehtësi vërtet jashtëzakonshme, aftësia për të shënuar gola që për të duken të thjeshtë nga distanca, janë element që e bëjnë një lojtar me kualitet dhe potencial fantastik për të qenë një nga më të mirët e botrorit. Tek Franca ka një numër të madh lojtarësh që mund të jenë të tillë. Mund të jetë Dembélé, që është lojtar në momentin tek Paris Saint-Germain, mund të jetë Doué, mund të jetë lojtar shumë i talentuar i Paris Saint-Germain. Kështu që unë shoh vërtet disa futbollistë të cilët mund ta bëjnë diferencë tek gjela. Puna është si do të sillet Franca si skuadër në fushën e lojës. A do të jenë individët në funksion të grupit? Kjo është dilemë e madhe. Në rast se Franca sillet si skuadër kompakte, e dyshoj këtë, sepse shoh që ka disa grupime brenda dhe kjo është arma e vetme negative që ka Franca, organikën e ka shumë të bollshme, mendoj që mund të lulëzojnë edhe këto individ që unë i përmenda. Dhe Olise është për mendimin tim një prej tyre. Sa i takon fituesit të topit të artë të kompeticionit, gërshënuesit më të mirë të kompeticionit, unë shoh favorit për shembull Harry Kane. Për mua është një nga lojtarët që ka potencialin për ta vijuar rrugtimin e tij si golshënues i këtij edicioni. Ishte fantastik në Bayern, ishte njeriu që theu rekorde edhe në Champions, edhe në kampionatin gjerman, dhe e shoh si një lojtar me shumë potencial për të qenë këpuca e artë e turneut. Ndërsa për më të mirët e turneut do të qëndroja midis Lamine Yamal dhe Michael Olise. Po të kthehemi pak tek ajo çka thamë në fillim, që është kampionati i parë me kaq shumë skuadra, por kemi pasur këto vitet e fundit edhe sezone shumë të ngarkuara me shumë evenimente, me shumë kampionate europiane, kualifikuese, kombëtare, gjitha. Apo humbet shkëlqimin botrori me këtë numër kaq të madh ndeshjesh dhe kur kemi një kampionate dhe kupa europiane ndërkombëtare kaq të ngarkuara, kaq të ngjeshura me programet? Është një diskutim shumë konkret ky në fakt se vjen. Ka një qasit dy fish, ka nga ata që mendojnë se rritja e përfaqësimit është i rëndësishëm në nivele të tilla, sepse fundit jemi në një kupë bote, pra në një turne masiv global dhe
kontinentet natyrisht kanë mundësi përmes rritjes numrit të përfaqësohen, njerëzit kanë mundësi ta shohin veten brenda kësaj feste të madhe futbollistike, të gjithë duan të jenë të përfshirë, kama e shikueshmërisë është edhe më e madhe, sa më e madhe të jetë edhe përfaqësimi, por nga ana tjetër diskutimi mbetet pastaj tek cilësia. Fjala vjen, ja vlen që me rritje të numrit të madh të pjesëmarrjeve Europa të përfaqësohet me vetëm 3-4 skuadra më shumë, dhe ne ndërkohë kemi në botror Curaçao, po themi, një skuadër thelbësisht modeste, apo të kemi Jordanin, apo të kemi, ku diun, skuadra të tjera të nivelit dobët që vinë nga Azia, nga Oqeania, nga po themi Amerika qendrore apo nga Afrika, dhe ndërkohë Europa në këtë rast që ka futbollin më elitar, më cilësor, më konkurrues, aty ku vëmendja është gjithmonë më e madhe për shkak se të gjithë duan të shkojnë aty, të gjithë futbollistët e gjithë kontinenteve duhet të jenë kompetitiv në Europë, ndërkohë që Europa vetë e sheh veten të përfaqësuar vetëm me 1/4 e kontinentit, ndërkohë që në Amerikën e Jugut bëhet vetëm një fushatë kualifikuese, janë 10 apo 11 skuadra të cilat marrin pjesë, dhe 8 prej tyre kualifikohen në botror. Kjo është në gjykimin tim, me gjithë respektin për Amerikën e Jugut, e cila ka një traditë jashtëzakonshme në futboll, kjo nuk është fair, nuk është e drejtë. Ashtu sikurse nuk është e drejtë që të rritet ndjeshëm numri i skuadrave që vinë nga Azia dhe nga Afrika, dhe skuadrat të mëdha europiane të cilat nuk krahasohen për nga cilësia dhe nga tradita me ekipet të dorës 2, të dorës 3, të dorës 4 në kontinentet e tjera të mbeten jashtë. Kjo nuk justifikon lëvizjen e dobët futbollistike të viteve të fundit në Itali. Kjo nuk justifikon faktin që Danimarka nuk arriti të kualifikohej apo ndonjë ekip tjetër. Por e vërteta është që për mendimin tim FIFA përtej kësaj qasjes populiste të votave të veta, domethënë faktit që e zgjeron pjesëmarrjet mos shumti edhe për interesa ndonjëherë shumë të ngushta që lidhen drejt për drejt me proceset e votimit të instancave drejtuese në FIFA, mendoj që ky institucion mos shumti duhet mendojë për garën e vërtetë, për cilësinë, dhe duhet gjetur një zgjidhje pa diskutim edhe në të ardhmen në këtë aspekt, sesa për të shtuar nivelin e përfaqësimit që më shumë është, mendoj unë, një qok sesa një qasje e cila i shkon për shtat nivelit të futbollit. Ju përmendët pak më herët futbollistin Olise të Bayernit që e keni komentuar në Champions League. Të rikthehemi pak tek Champions League që e keni komentuar këto sezonet e fundit. Si e përmbledhni sezonin që kaloi? Çfarë mund ta thoni për këtë sezon, që të bëjmë një lloj përmbledhje të sezonit Champions League që sapo mbyllim? Do ta ndaja në dy pjesë. Faza e ligës, e cila është sezoni 2 të radhës, pra që ka ndryshuar formati i dykurshëm, ishte formati grupeve, 8 grupe dhe nga 4 skuadra kryesisht. Tani kemi kaluar një format të ri, një mini kampionat me 36 skuadra, më shumë intensitet ndeshjesh, dhe do të thoja një mini kampionat që është ende në fazë prove për të kuptuar a ja vlet gjithë ky ndryshim apo jo. E vërteta është që kemi më shumë ndeshje, por e vërteta është që gjithashtu kjo lloj dinamike e re sigur i ka shushatur pak skuadrat, ende nuk po arrin do të kuptojnë mënyrën se si duhet ta integrojnë veten brenda një mini kampionati, pra duhet ti respektosh të gjithë kundërshtarët, sepse në fund pikët janë jetike, jo vetëm për të kualifikuar direkt për te fazës ligës, por edhe për të pasur një short sa më komod në vijim, sikurse ishte për shembull fjala vjen rasti i Arsenalit këtë edicion që e mbyllin vendin e parë, e pagabueshme fazën e ligës dhe pastaj pati një rrugtim që e ndihmoi edhe tek shorti. Pjesa e dytë e edicionit pastaj ishte spektakolare. Pjesa e dytë e edicionit ka qenë vërtet e mrekullueshme. Unë kam pasur fatin edhe për shkak të punës që bëj prej 2 dekadash të jem në komentet e këtyre ndeshjeve, por edhe për shkak se televizionet dhe platforma ku punojmë janë pjesë e të drejtës televizive, kështu që logjikisht do të kisha shansen dhe mundësinë që të isha në komentet e ndeshjeve vërtet në niveli shumë të lartë, për shembull po ju përmend duelin mes Bayernit dhe Real Madrid, ka qenë një nga ndeshjet e dytë
4-3 në Munich, ishte një nga ndeshjet më të bukura të katërve të fundit në UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, Bayern gjithashtu, një nga ndeshjet më interesante të katërve të fundit. Unë e kam krahasuar pak a shumë këto dy ndeshje me sfidën e edicionit kaluar, Inter Barcelona, që pata në koment në takimin e kthimit gjysmëfinal, që u konsideruar një nga ndeshjet më të bukura të historisë moderne të UEFA Champions League. Sa i mirë po flasim për nivelin më të lartë të futbollit klubave. Po flasim për yjet të kontinentit dhe jo vetëm, po flasim për staturën më të rëndësishme në nivel kontinental të kësaj loje magjike. Marketingu është i jashtëzakonshëm, shikueshmëria është e jashtëzakonshme, niveli i fushës në lojës është thjesht i jashtëzakonshëm. Nuk mund mos i përgjigjej të gjithë interesit. Kështu që parë në këndvështrimin e përgjithshëm kjo, ndërsa parë në këndvështrimin teknik pastaj dhe të detajuar, do të thoja që ka qenë një edicion i cili nuk shkoi përtej pritshmërive që unë në planin personal pata. Unë i vetmi keqardhje do të kishte qenë në gjykimin tim fakti që Barcelona nuk arriti në tabelën tjetër, në krahun tjetër të tabelës së shortit të UEFA Champions League. Barcelona nuk arriti dot të kalojë në gjysmëfinale, e përtej pastaj ndoshta edhe në finale. Arsenali pati një rrugtim të dy fish. Në pjesën e parë ishte një skuadër pak e pagueshme, në pjesën e dytë edicionit është një skuadër e cila pati luhatje në lojë dhe rezultate dhe vetëm për shkak të pragmatizmit dhe faktit që ishte një skuadër solide në repartin e mbrojtjes, ja doli të shkojë në finale. Kishte edhe fatin e shortit, sepse është ajo që përmenda, në rastin gjysmëfinale do të kishte pasur për shembull Barcelonën në nivel impenjimi. Arsenali nuk do të ishte kurrësi njësoj, sikurse pati përballë Atletico de Madridit. Dhe unë mendoj që në rast se Barcelona nga njëri kraj tabelës do të kishte qenë përballë Arsenalit, do të kishte qenë një skuadër shumë spektakolare edhe në finale, përballë çiftit Paris Saint-Germain apo Bayern. Në krahun tjetër pastaj shumë kush ka keqardhjen e tij për mënyrën se si Bayerni u eliminua, edhe me polemika, të cilat ishin të tilla edhe ndaj Realit, edhe ndaj skuadrës së Parisit. Ndaj Parisit Bayerni pati polemika edhe për 11 metëshit që ju dha kundër në Paris, por edhe për mënyrën se si gjyqtari ju soll në Munich për faktin që nuk i dha një karton kuq Nuno Mendes, që ishte episodi më i kontestuar i ndeshjes. Megjithatë, duke parë të gjithë rrugtimin e Paris Saint-Germain, sa i mirë, mendoj që kjo është një skuadër e cila në asnjë moment të pjesës 2 të edicionit nuk e vuri në dyshim dhe në dilemë diskutimin që është një nga skuadrat më të mira të kësaj epoke në UEFA Champions League. Është një ekip që nuk volli asgjë në gjykimin tim, në finale vuajti për shkak se gjeti përballë një skuadër që shënoi shpejt dhe nuk mundon të ndryshe. Përballë Parisi me cilësi teknike të kësaj natyre është e vështirë të luash ballhapur. Kush luan ballhapur përballë skuadrës së Paris Saint-Germain e ka shumë të vështirë të i rezistojë aftësive teknike, dinamikës, vertikalizimeve, zgjidhjeve individuale të kualitetit lartë që kanë parizianët. Unë mendoj që çelësi i suksesit tek skuadra e Paris Saint-Germain është Luis Enrique. E kam thënë dhe në raste të tjera është një trajner i cili ka ndërtuar një skuadër me plot kuptimin e fjalës skuadër. Parisi ka harxuar qindra milion euro, ka kaluar madje 1.8 miliardë euro që nga koha ku Nasser Al-Khelaifi erdhi në krye të skuadrës, shpenzoi pafund, por nuk arriti dot të ndërtojë një skuadër me identitet. Vinte një trajner, largoi, vinin 5 lojtarë, pastaj bliheshin 5 të tjerë, shiteshin 5 të tjerë dhe bliheshin 5 të tjerë. Vinte një drejtor sportiv që sapo i gati të ndërtonte një projekt, largohej nga presidenca. U desh shumë vite që të krijonte një identitet Parisi në Europë. Nuk është një skuadër që deri në vitin 2010 ishte praktikisht një ekip shumë dorënës. Pastaj milionat filluan të bëjnë diferencët, por parizianët e kuptuan që pavarësisht se milionat po bënin diferencën, po e bënin brenda vendit dhe në Europë, duhej një zgjidhje tjetër, pra duhej një stabilitet në projekt në mënyrë që skuadra të arrinte majat. Në vitin 2020 të kohën e pandemisë humbën një finale ndaj Bayernit, por e konsideruan atë si piknisje dhe ky ishte elementi i tyre më pozitiv. Me ardhjen e Luis Enrique gjërat ndryshuan, ai preferoi që përpara individëve të vinte skuadrën. Dhe kështu ndodhi, sepse në kohën që ai erdhi iku Messi.
në kohën që erdhi iku Neymar dhe ai nuk ishte ata i cili do të qante edhe largimin e Mesit edhe të Neymarit. Madje një vit më vonë, kur Mbappé bëri presion për largim tek Real Madrid, ai i tha drejtuesve të klubit pa problem, le të largohet një lojtar edhe pse ishte më i miri në botë i momentit, unë dua të marr një futbollist si Kvaratskhelia, i cili më besoni, tha, do të jetë më i mirë se ky që po largohet. Dhe në fakt ashtu rezultoi. Mori një futbollist si Kvaratskhelia, i cili kishte fituar të shkëlqente tek Napoli në Serie A, atje unë kishte evidentuar lehtësisht sepse bënte diferencën, edhe në komentet që kisha në Serie A, shikoja tek ai potencialin e një lojtari që do të largohej shpejt nga Serie A, sepse Serie A ka përfunduar në një kampionat që nuk i mban dot më yjet e këtij klasi. Luis Enrique ndërtoi të gjithë qasin e tij tek Paris Saint-Germain me lojtarë që ishin në funksion grupit, mori fjala vjen Dembele nga Barcelona që konsideroi një lojtar i dështuar, një futbollist i cili nuk kishte mund planet e katalanëve, një futbollist që dukej sikur karriera po i merrte fund dhe e ktheu në një pikë kyçe të projektit të tij tek skuadra e Paris Saint-Germain, madje duke dhënë mundësinë atij lojtarit të fitonte edhe topin e art. Mori një lojtar si Desire Doué nga Rennes dhe e ktheu një nga lojtarët më të mirë të gjeneratës së re në panoramën futbollistike europiane dhe botërore. Po i ktheu dy lojtarët portugez, Vitinha dhe Joao Neves, nga lojtar normal në mesin e fushës, nga gjigant futbollit europian dhe botëror, që sot kërkohen nga Reali me ngul. Po arriti të marrë një futbollist si Nuno Mendes, askush nuk e njihte në krahun e majtë mbrojtjes dhe e bëri ndër më të mirët në botë në rolin e tij. Dhe çfarë bëri? Largoi Gigio Donnarumma në edicionin e kaluar të merkaton e verës, vetëm sepse ishte një portier i cili me të nuk ishte marrëdhënie të mira. Pra ai i tregoi grupit në tërësi që mbi individët ai preferon grupit dhe largoi, sikur se thash, një portier të cili nuk ishte lehtë të largoje, sepse në edicionin e kaluar, kush e mban mend paraqitjen e Paris Saint-Germain në UEFA Champions League do ta ketë lutoj që Gigio Donnarumma ishte një nga protagonistët kryesorë të triumfit. Ishte njeriu që ndaj Aston Villës, ndaj Liverpoolit dhe ndaj Arsenalit bëri diferencën. Dhe ai e largoi sepse për të primare është grupi. Pra ky është Luis Enrique në të gjithë qasin e tij, në fizionominë e tij të drejtimit të një skuadre e cila për mendimin tim ka qenë element kyç në suksesin parizien edhe në edicionin e kaluar edhe në këtë sezon. Edhe përqendruar pak te Serie A shkurtimisht, si e vlerësoni sezonin që sapo mbyll dhe çfarë po ndodh me futbollin italian? Kemi një Inter që dominon Serie A, por nuk çan më tej në Champions League apo domethënë ekipet e tjera në kampionatet e kompeticionet e tjera, për mendim dhe kombëtare më herët që nuk arrit të kualifikojë për edhën e tretë radhazi. Çfarë po ndodh me Serie A dhe çfarë po ndodh me kampionatin italian? Është një futboll i smur, se mirë, është një futboll i smur, kështu do ta konsideroja. Për fat keq Serie A është shumë larg, jashtëzakonisht larg dekadave të kaluara kur dominonte Europën, është shumë larg në të gjitha nivelet. Është shumë larg në legjislacion sportiv. Është shumë larg në rifreskimin e metodologjisë punës me akademitë. Është shumë larg me ndërtimin e infrastrukturës sportive. Stadionet e Itali janë të rrënuara, nuk prodhojnë para dhe parat nuk përkthehen pastaj në investime për klubin. Serie A është shumë larg Europës edhe se takon tërheqjes së investitorëve të huaj, të cilët natyrisht për shkak të investimeve pastaj do ta bënin konkurrente Serie A përballë ekipeve big të Spanjës, të Anglisë, apo edhe të Francës, sikurse është rasti i Paris Saint-Germain. Pra, mungesa e gjithë këtyre elementeve e ka kthyer Serie A tani në një kampionat i cili është një kampionat i dorës 2 dhe i dorës 3, për fat keq. Dhe kjo shikohet qartësi edhe në mënyrën se si ekipet italiane konkurrojnë në Europë. Interi për mendimin tim ka qenë një rast shumë i izoluar, që ka arritur 2 herë në finalen e UEFA Champions League. Ka qenë një rast i izoluar më shumë për shkak të faktit që një skuadër e cila ka arritur meritën e vetme që ka arritur të ruaj grupin e lojtarëve për disa vite me radhë, dhe kjo i dha mundësinë që të kishte një identitet të vetin, por nuk mjafton. Nuk mjafton sepse ti garën të përjashme e ke me ritmin e Serie A dhe sado ti të kërkosh të bësh
atë kërcimin e cilësisë, sa do di kualitas, si thon italianët, është e vështirë që të luash një lloj qëndrueshmërie duke marrë dozarat që ritmi serisa me cilin ti luan janë për javë është i ulët. Ndryshe nga Championsi, që është një tjetër staturë. E pa, për shembull, në edicionet e fundit edhe Interi se sa vuajti me skuadrë modeste si Bodo Glimt, me sa vuajti me anglezët, të cilat madje edhe e mposhtën Liverpooli dhe Arsenali, nuk është më konkurrues futbolli italian dhe kjo shihet qartazi edhe tek kombëtari italian e futbollit, e cila është e pafalshme të qëndrojë jashtë botrorit për 3 edicione me radhë. Dhe kush është më e rënda? Më e rënda është që në vend që ketë një katarsis total, në vend që të ketë një revolucion nga poshtë lart, pra të ndryshojnë shumë gjëra, në raste ti ke dështuar një herë, ke dështuar 2 herë, ke dështuar 3 herë, shikon ekipet italiane që nuk shkojnë më as në çeriffinale, as në gjysmëfinale, as në finale të kompeticioneve europiane, atëherë çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që futbolli italian ka problematika të mëdha. Por si zgjidhet kjo? Kjo zgjidhet sikurse e kanë thënë edhe aktorë të rëndësishëm futbolli italian dhe kritik, zgjidhet duke rifreskuar të gjithë bazën ligjore sportive, po duke rifreskuar edhe piramidën drejtuese. Në vend që Italia ta bëjë këtë, Italia do të vazhdojë të konkurrojë në nivele drejtuese pra të menaxhimit të futbollit italian me personazhe të vjetër, ata që me shumë gjaz do të garojnë për drejtuesin e Federatës Italiane të Futbollit. Pas dorëheqjes së Gravinës, e dini kush janë? Janë Malago, që ka dekada që është menaxher drejtues në Komitetin Olimpik Italian, dhe jo vetëm, është dhe Giancarlo Abete, i dorëhequr nga Federata Italiane e Futbollit gati 12 vite më parë. Rikthehet tani sërish, ndërkohë që Italia ka personazhe të jashtëzakonshëm, të cilët aty kanë qenë, aty janë, që mund të japin një hov, një menaxhim të ri, një filozofi të re, një qasje të re të gjithë rindërtimit të futbollit italian. Është Roby Baggio, njeriu i cili deri përpara 12 vitesh kishte paraqitur një plan fantastik për ngritjen e futbollit italian. Nuk e dëgjoi askush, sepse s'kishte interes ta bënte gjë të tillë. Kërkuan ta bënin monopol futbollit italian. Dhe Roby Baggio u tërhoq, tha mjaft, kështu vazhdohet më. Është Paolo Maldini, një drejtues që edhe tek Milani e tregoi veten. Është Alex Del Piero, një imazh i jashtëzakonshëm i Juventusit. Është, po themi, Demetrio Albertini, personalitet. Është Costa Curta, dhe jo vetëm, pra ka personazhe pafund, të cilët të pakta referuar edhe debateve që janë zhvilluar këto javë në mediat italiane dhe në opinionin sportiv në Itali, mund t'i jepnin Italisë dhe futbollit italian shumë çka nga eksperjenca e tyre. Por është në tipologjinë me sa duket të italianëve që të vazhdojnë të jetojnë duke gënjur veten përmes traditës. Tradita nuk vlen në rast se nuk ulesh të ndërtosh një plan të qartë zhvillimi, sikurse e bëri Gjermania në vitin 2000. Gjermania në vitin 2000 i tha vetes stop, kështu nuk vazhdohet më, ne do duhet të rinisim gjithçka nga zero. Dhe çfarë bën? Ndërtuan një bazë të re ligjore sportive, ndërtuan akademi të reja, ndërtuan mira fusha sporti, ndërtuan stadiume të rinj, natyrisht edhe përmes organizimit të Kupës Botës, dhe ajo ishte një piknisje për t'i dhënë vetes një mënyrë të re zhvillimi, ndërkohë që sot Aleksandr Ceferin, presidenti i UEFA-s, i bën presion Italisë që në rast se nuk arrin dot të ndërtosh stadiumet, unë do të heq organizimin evropian të 2032-shit. Imagjinoje se kush ka vendosur Italia. Ti bëhet presion nga UEFA për të hequr të drejtën e organizimit, sepse nuk ndërton dot stadiumet për kompeticionet më të rëndësishëm të përfaqësimit në nivel evropian. Kaq e vështirë është në Itali sot të ndërtosh një stadium, sa do duhet rropatesh në burokraci pafund të turpshme për të ndërtuar një impiant i cili gjeneron para dhe gjeneron zhvillim sportiv. Të vetmet që e bën ishin klube me familje të fuqishme në traditën italiane, sikurse është Agnelli në Torino apo Pozzo i Udinezës. Ndërkohë që klubet e tjera është dashur të rikonstruktojnë stadiume, sikurse është rasti i Fiorentinës, i Atalantas dhe ndonjë ekipi tjetër. Ka Napoli me De Laurentiis gjithë ato vite që kërkon një leje për të ndërtuar një stadium dhe burokracitë pafund Itali e pengojnë gjë të tillë. Milani dhe Interi janë rasti konkret, shembulli më konkret i faktit pse në Itali sot zhvillimi sportiv është në nivele të tilla. Ka mbajtur me vite të tëra
peng zhvillimin e një impjanti të ri. Pse? Sepse komuna nuk dëshironte që të humbiste ato miliona euro që merr sot nga zhvillimi i ndeshjeve. Imagjinoni çfarë ndodh në Itali. Ky është realiteti për fat keq. Atëherë, t'i lëm hallet e botës dhe të flasim pak në fund për ato që na dhënë më shumë të gjithë dhe kombëtarja jonë e futbollit. Kishim 2 ndeshjet miqësore të ditëve të kaluara që humbëm të dyja. Kemi trajnerin e ri Maran. Si e pat ju këtë dhe si e shihni këtë trajner dhe të ardhmen e kombëtarës sonë? Nuk e di se si shihet përtej oqeanit, Semir, por unë përgjithsisht jam në grupin e gazetarëve që kur vjen puna tek qasja që kam karshi përgjithsisht karshi personazheve që drejtojnë ekipe, trajnerë etj, përpiqen bëj pak edhe opozitarin për të nxjerr ato gjëra që në përgjithësi drejtuesit, trajnerët, lojtarët parapëlqejnë t'i fshehin publikisht. Futem tek lista e gazetarëve të cilët janë përpjekur që edhe me Silvinjon, por edhe me trajnerin e ri, të bëj pyetje të cilat janë zëri i publikut. Publiku ka kërkuar, fjala vjen nga trajneri i ri Maran, që të bëjë atë që nuk e bëri Silvinjo, të guxojë më shumë, të freskojë kombëtarët, të jap minuta si titullar lojtarëve të cilët luajnë gjithkohën ekipet e tyre. Dhe jo të jetë kombëtarja një vend ku të paktën publikisht akuzat për çoka menaxherësh vazhdojnë të jenë të mëdha, dhe jo të jetë kombëtarja vendi ku lojtarë të cilët nuk luajnë klubet e tyre ta përdorin kombëtarët për të fituar të drejtën e transferimit të një ekip tjetër. Në fakt duhet të jetë e kundërta. Në kombëtarët duhet të jesh për shkak se ke shkëlqyer me klubin tënd. Por fat keq në disa raste me personazhe të ndryshëm, lojtarësh tek kombëtarët shqiptarë e futbollit kanë ndodhur kështu. Nuk kanë arritur dot të deportojnë kombëtarë sepse nuk janë pjesë e një menaxhmenti, pra e një kompanie që menaxhon lojtarë, dhe në momentin që janë bërë pjesë e tyre, e kanë parë veten protagonistë në ekipin kombëtar. Ky është një dhimbje koke aktuale, është një temë e cila shqetëson opinionin sportiv në Shqipëri. Megjithatë, për të mos u shkputur nga pyetja që bëhet ju, sa i takon transfertës së pozicionit Stolit për kryetrajnerit nga Silvinjo tek Rolando Maran. Maran është një trajner, po, është vërtet, është një trajner me më shumë eksperiencë në raport me Silvinjon, i cili erdhi tek Shqipëria si trajner i cili kishte dështuar tek Olimpik Lyon dhe Korinthians, nuk kishte punuar më shumë se sa 6 muaj në secilën skuadër, në secilin klub. Puna që bëri tek Shqipëria në përgjithësi nuk që e keqe, për te elementit kritik që unë kisha që her pas here nuk u pëlqente fakti që lojtarët që ishin në kulmin e formës së tyre me klube nuk aktivizoheshin të kombëtarë, dhe njëri prej tyre ishte Ernest Muçi apo edhe Anis Mehmeti në Championship në Angli, por për tek saj rezultatet folen për të, dhe në momentin që flasin rezultatet për të, jemi të detyruar të japin hakun trajnerit me gjithë qasjet e vazhdueshme kritike për disa zgjedhje. Ndërkohë që shkuam tek një trajner si Rolando Maran, i cili ka drejtuar përgjithsisht skuadrat të dorës 2 dhe dorës 3 në Itali, qoftë në Serie A ashtu edhe në Serie B, por më tepër kishte gati 1 vit e gjysmë, 2 vite që nuk trajnonte më. Unë pata brenda vetes që në momentin që ai u prezantua skepticizmin, që më karakterizon zakonisht kësaj radhe diçka më shumë madje, sepse mendoja që në këtë rast do të kishim nevojë sërish për energjinë e trajnerëve të rinj. Pra unë shpresoja që edhe pse tek ne nuk do të vinte një trajner shumë i njohur, pra në emër, sepse nuk të vjen një trajner i njohur në emër, një personalitet trajningu është vështirë të vitë Shqipëria të ekip kombëtare, e cila për më tepër nuk është se ka një buxhet të madh financiar për të paguar trajnerët, por shpresoja shumë që do të kishim emra të rinj të cilët kanë energji për të tyre. Silvinjo e kishte këtë element, pra kishte shumë energji, donte ta shpërfaqte veten në mënyrë që pastaj ta përdorte Shqipërinë për trampolin. Ndërkohë që Rolando Maran është në përfundim të karrierës, është një trajner që ka një mesatare qëndrimi në klubet ku ka drejtuar 1.4 vite, pra 1 vit e 4 muaj. Kjo është mesatare e qëndrimit të Rolando Maran në ekipet që ka drejtuar. Por i vërtetës mendoj që eksperjenca e Rolando Maran tek Shqipëria nuk do zgjas shumë. Jam
skeptik në këtë drejtim dhe besoj që maksimumi do të shkojmë deri në fund të Ligës Këmbëve, pra në nëntor, dhjetor. Po kjo është një qasje personale imja. Ndoshta e përforcuar edhe në përfundim të këtyre 2 miqësorëve të qershorit, të cilat ishin një rrëmuj totale. Unë prisja që ai, duke qenë se vete pranoi në konferencën për shtyp, kur ne e pyetëm se e njihte shumë mirë Shqipërinë, e njoh shumë mirë Shqipërinë, e kam studiuar, kam pyetur, kam parë lojtarët, ka shumë për lojtarëve që luajnë Serie A dhe e njoh nga afër, prisja që të guxonte më shumë në listë. Pa diskutim që ai do të bëjë revolucion menjëherë, sepse sapo ka ardhur, ama për sa kohë pranoi që e njeh shumë mirë kombëtaren, prisja që kishte më shumë risi në organik, prisja që kishte më shumë qartësi në mënyrë se si skuadra do të orientohej taktikisht në fushën e lojës. Ne u mundëm nga 2 kundërshtar, të cilët nuk janë si për nesh. Luksemburgu është një skuadër më modeste, shumë më modeste se sa ne. Izraeli është një skuadër absolutisht jo më mirë se sa ne. Edhe në emra po do doni 1 kundër 1, por edhe në historinë e viteve të fundit. Fakti që ne jemi kualifikuar në European, fakti që ne shkojmë luajtëm në play-off, do të thotë që ne kemi brumë, nuk është se jemi pa brumë. Dhe të paraqitesh në këtë mënyrë ndaj Izraelit, duke mos e goditur asnjëherë portën kundërshtate. Dhe të dali 2 herë Alen Sherri, lojtari më i mirë në fushën e lojës, është tregues që portieri jon në të 2 rastet ishte ndër më të mirët në fushën e lojës. Dhe ky është tregues negativ për ne. Nuk e di se çfarë kanë plan Maran, sepse e kanë parë pak edhe konfuz në deklaratën për shtyp dhe kontrovers edhe në qasjet e fundit pas humbjes me Luksemburgu, por besoj që ai ka një dilemë të madhe brenda vetes. Ta përdori Ligën e Kombave si një trambolin për të ndërtuar një bazë të shëndosh për kampionatin, për kualifikuesit e kampionatit evropian që nisin vitin tjetër, apo të mos guxoj kaq shumë, por të ketë më shumë siguri, përdori të njëjtën bazë lojtarëve si Silvinho, sepse ndryshe në rast se do të rrezikoj mund edhe ti haj kokën, po themi kjo tentativa për të bërë eksperimente. Kështu që e shoh të mjegull, goxhat mjegull, periudhën Maran te kombëtarja jonë dhe uroj shumë po s'ket fatin e Palluçit, kështu kam thënë në një kronikë time të ditëve të fundit. Apo e Direjës. Por domethënë ju nuk e shihni aventurën nuk e nuk e shihni më larg se sa Liga e Kombeve dhe kështu që nuk shihni edhe ndonjë shans tjetër historik për kualifikimin evropian, aq më tepër në botrorin e ardhshëm. Jo. Mbase a ishte koha që të rikthehesh? Vetëm një seri. Unë mendoj pikërisht të kundërtën. Unë them që Maran mundet mos e ketë jetën e gjatë në krye të kombëtarës shqiptare, pikërisht si mas paraprakën në mënyrë që në kualifikuesit e europianit të shkojnë me një trajner tjetër. Dhe kjo është qasja që kam. Po pra, pikërisht, a mendoni që mbase do të ishte koha të riktheheshim të një emër shqiptar në krye të kombëtares? Pse duhet patjetër që të shohim të gjurmojmë në Itali një trajner që të them, unë jam një fan si futbollit dhe për të them drejtën ishte emër anonim për mua. Nuk e kisha dëgjuar më parë. Kështu që pse duhet të shkonim pikërisht atje kur kemi dhe emrat kampionateve të shqiptarë që kanë bërë jo keq në drejtimet e ekipeve të tyre, apo ndonjë emër tjetër? Unë personalisht e kam justifikuar zgjidhjen për të mos shkuar tek trajnerët shqiptarë me mungesën e eksperiencës ndërkombëtare që ata kanë. Dhe është një qasje që mund të qëndrojë deri diku tek nëse fusin këtu trajner të zakonshëm të futbollit shqiptar, të superiores son. Por fjala vjen, ne kemi 2-3 trajnerë të cilët mund ta thyenin këtë lloj barriere. Për shembull, Besnik Hasi e thyen këtë barrierën e mospasjes së eksperiencës ndërkombëtare. Po Besnik Hasi është një trajner që ka eksperiencë ndërkombëtare, ka drejtuar disa skuadra në nivel ndërkombëtar, e njeh mirë kombëtaren sepse ka luajtur për shumë vite aty dhe mund të ishte për mendimin tim një zgjedhje konkrete, aq më tepër që u bë vite tani që edhe opinioni sportiv në vendin tonë e kërkon një zgjedhje brenda familjes, pra një zgjedhje shqiptare të storit. Megjithatë, më shumë se sa kjo, pra domosdoshmëria për të pasur me patjetër një trajner shqiptar, ku fjala vjen nuk ishte edhe Ilir Daja, se ai ka pasur shumë sukses. Edhe pse
nuk ka shkuar për te trojeve tona, sepse ka drejtuar në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Por për te domosdoshmërisë, për të pasur me patjetër trajner shqiptar, ajo që mua më habit është fakti që pse vazhdojmë me detyrimisht flasim italisht. Pse detyrimisht italisht? Pse kemi këtë lidhje kaq të fortë me Italinë kur vjen puna e përzgjedhjes së trajnerëve dhe nuk shikojnë gjetk. Dhe për më tepër do të kisha preferuar që në rastin konkret, sikurse e thash, kishim energjinë e një trajneri të ri më shumë se sa po themi këtë eksperiencën e një trajneri që vërtet ka drejtuar shumë skuadra, por sikurse e tha dhe ju, për ata të cilët e kanë ndjekur futbollin italian përsi, i thot shumë pak në raport me ato që pretendojmë ne. A shkurtimisht kë shifni si zbulimin e sezonit të ri për kombëtaren ton? Kush është ai talent që ose basi një grup i vogël talentesh që mund të bëjnë diferencën, pa çka kush është në krye të kombëtares apo jo? Nuk do ta konsideroja zbulim, por është një lojtar që duhet ta fitojmë pse mirë, për shkak fjala vjen, po t'jap një emër. Është një lojtar që duhet me patjetër ta fitojmë. Nuk e kemi luksin të mos e fitojmë Ernest Muçin. Deri tani e pasur një betejë të humbur. Madje unë me informacionet e mia referuar edhe fakti që nuk u grumbulluar në takimin e fundit për shkak të pretendimeve që nuk është në gjendje të mirë fizike. Nga informacionet e mia ai ka preferuar që më shumë pushoj në këtë rast se sa mos jetë në dispozicion të skuadrës, nuk e kuptoj edhe këtë qasje, me thonë të drejtën. Uroj të mos ketë në situatë aty brenda kombëtarës që shkoi për te Silvinius, pra mund të ketë një problem edhe për te Silvinius, pra Ernest Muçi, por është një lojtar që ne duhet ta fitojmë, sepse kemi nevojë për klasin e tij, për cilësinë e tij teknike, për aftësitë e tij. Ne nuk kemi lojtar me shumicë në nivele të tilla që driblojnë kundërshtarët, që godasin nga distanca, që sillin ndeshjen. Kështu që duhet fituar me patjetër Ernest Muçi. Por Anis Mehmeti është gjithashtu një lojtar për cilin ne kemi shumë nevojë. Është një djalosh shumë i talentuar, i cili ka bërë një performancë fantastike në vitet e fundit në futbollin anglez, Anis Mehmeti. Dy vëllezërit të shpendi në gjykimin tim kanë nevojë për më shumë minuta, kanë nevojë për më shumë besim. Unë jam tek ata që besoj që më shumë se 5-6 lojtarë aktualisht në kombëtare, është koha të themi faleminderit dhe kaq ishte koha juaj, kontributi juaj. Kështu që mendoj që ka nevojë për një rinovim gradual. Unë mendoj që Liga e Kombëve, ja kam thënë dhe trajnerit në konferencën përshtyp, unë këmbur që Liga e Kombëve duhet të jetë trampolin për kualifikuesit evropianit. Nëse ne nuk e përdorim Ligën e Kombëve si trampolin për ndeshjet kualifikuese të kampionatet evropian, ne kemi humbur shumë nga vetja. Kemi mbetur pas, ne nuk do të përgatisim lojtar të gatshëm për kualifikuesit evropianit në rast se nuk e përdorim Ligën e Kombëve si eksperiment pikërisht për bazën e ardhmes. Kështu që Ernest Muçi, Anis Mehmeti, Stavrios Pilios, pra ai djali i Kraut Majt, që për mua është lojtar shumë interesant, i Kraut Majt mbrojtjes. Vëllezërit shpendi i përmend. Ai janë lojtar Luis Hasa, Luis Hasa i Napoli, pra në pronësit Napoli, deritur tek Juventus, që e bëri debutimin në kombëtare. Janë 5-6 lojtarë këta, sa i mirë, të cilat me pak kujdes, nëse administrohen mirë, nëse menaxhohen mirë nga trajneri, në skemat e duhura, me lojtarët e duhur, me partnerët e duhur në fushën e lojës, mund bëjnë vërtet jashtëzakonisht mirë. Është edhe një lojtar i ekipit 21 vjeçarëve të shpresës son, një djalosh shumë i talentuar që shkëlqeu tek Vlora në edicionin e fundit të kampionatit shqiptar, Maksuti, lojtar me shumë talent, i cili tani që është larguar jashtë, mund të jetë një futbollist që mund të na shërbejë. Dy lojtarë po ashtu me kualitet që mund të na nevojiten në Ligën e Kombëve dhe jo vetëm kualifikuesit evropianët, janë gjithashtu Etnik Bruti, që është transferuar, sapo është transferuar tek Hajduk Spliti në Kroaci, dhe Artur Pajaziti, i cili ishte për mua ndër notat e vetme pozitive të humbjeve të fundit në miqësore. Kështu që kush thotë ne nuk kemi futbollist për momentin në organik, për mua gabon. Tani do duhet të shohim se si këta futbollistë, këto kualitete do të integrohen në skemat e Rolando Maran. Ervin Sina, shumë faleminderit që ishit me ne.
Sa i mirë, faleminderit dhe ju dhe uroj shumë që duke qenë afër aty në ambientin e botrorit ta shihoni sa më shumë festën më të madhe futbollistike të Kupës Botës. Faleminderit. Ju përshëndes.